Dashuria me të vërtetë është një gjë e bukur. Ajo shkon përtej paraqitjes fizike dhe shet drejt për drejt në zemër. Kjo grua zgjodhi të martohej me një burr me aftësi të kufizuara. Por ajo që nuk e dinte ishte se një surprizë prekëse e priste në ditën e dasmës së tyre, një surprizë që do ta bënte të dertë lot. Historia e Kevin Taylorit dhe Kim Diduet është një histori dashurie dhe shprese, duke vërtetuar se kur dy njerëz kujdesen me të vërtetë për njëri tjetrin, asgjë nuk është e pamundur. Më shumë se 13 vjet më parë, Kevin Taylor pësoi një dëmtim të zakonshëm në këmbë. Megjithatë, ai u shndërrua në diçka shumë më serioze, një çrregullim i rrallë nervor i quajtur distrofi refleksive simpatike, RST. Ky çrregullim prek sistemin nervor duke shkaktuar dhimbje djegëse intensive dhe ëndje të rëndë në zonën e prekur. Rasti i Kevinit ishte jashtëzakonisht i rrallë dhe mjekët punuan se ishte shembulli më i rëndë i RST-s që kishin parë ndonjëherë. Gjendja e tij u përkeqësua aq shumë sa në vitin 2009 këmbën i u desh ta amputonin. Ai përfundoi duke hyrë se dali nga spitali pothuajse çdo 2 muaj. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ata nuk mundën të shpëtonin këmbën e tij. I detyruar të përdorte një karige me rrota. Ky burr nga Teksasi refuzoi që gjendja e tij ta përcaktonte ose ta kufizonte në jetën e tij të përditshme. Ajo që bëri Kevini që të dallohej më shumë ishte se fakti që ai kur nuk u ankua, pavarësisht gjithçkaje që kishte përjetuar. Një mik i tij tregoi se ai bisedonte fort se esenca e vërtetë e një personi qëndron në shpirtin e tij, jo në pamjen e jashtme. Jeta e tij mori një kthes kur ai takoi Kim Diduein. Për Kevinin ishte dashuri me shikim të parë. Ai admiroi thellësisht Kimin, veçanërisht sepse ajo asnjëherë nuk e shikoi me keqardhje apo ta trajtonte ndryshe për shkak të gjendjes së tij. Ai tha, ajo më sheh sikur nuk jam në karrige me rrota. Dua të them, ajo e kalon atë pikë. Për Kimin duhej më shumë se sa një karige me rrota për ta larguar. Ajo nuk e shikte çrregullimin e tij si një pengesë, sepse besonte se ajo që ndodhet brenda secilit njeri zëvendësohet me çdo pjesë të trupit që mund të mungojë. Gjithçka që ajo shihte ishte njeriu i mrekullueshëm që Kevin ishte në shpirt. Ajo tha, nuk më shqetësonte, sepse është personi i brendshëm, është ajo që ka rëndësi, jo ai që është fizikisht. Zemra e tij e bën të pavlefshëm çdo mungesë gjymtyre që ka. Mund të themi se padyshim që këta dy janë një çift i mrekullueshëm. Me këtë mënyrë të menduarit, karrigja me rrota ishte e padukshme për të. Në vend të saj, ajo shihte një burr me të cilin ishte e gatshme të kalonte pjesën tjetër të jetës së saj. A nuk është kjo e mrekullueshme? Miqtë e familje e Kevinit mbetën të habitur nga dashuria e madhe që kjo grua e bukur kishte për të, pavarësisht sfidave të tij. Por dashuria e vërtet e pranon njeriu ashtu siç është. Të gjithë mahnitën, sepse ai kishte pasur marrëdhënie të më pashme që nuk funksionuan, pasi gratë me të cilat ishte lidhur e kishin braktisur për shkak të gjendjes së tij. Por kjo ndodhi vetëm derisa erdhi personi i duhur. Një nga të afërmit e tij tha se kjo ishte një martesë e shkruar në qiell dhe se ata ishin bërë për njëri tjetrin. Pas disa muajsh lidhjeje, çifti vendosi të kurorëzonte dashurinë e tyre me martesë. Ndërsa nusja e ardhshme planifikonte ceremoninë e dasmës, burri i saj i fatit planifikonte diçka krejtësisht ndryshe, por po aq të veçantë për ditën e tyre të madhe. Ndoshta ajo që po planifikonte Kevin do të vidhte gjithë vëmendjen në dasmë. Vendi i dasmës u caktua dhe gjithçka u vënë në vend për ditën e madhe. Megjithatë, Kim nuk e kishte idenë që dashuria e jetës së saj po i fshihte diçka të pabesueshme. Merrni shamit tuaja, sepse ajo që ka planifikuar ai mund t'ju bëj të derdhni lot. Surpriza e madhe ishte një mënyrë për ta shpërblyer dashurinë që Kim i kishte treguar. Por cila ishte kjo surprizë e madhe? Rezultoi se Kevin kishte nisur fshorazi terapi fizike dhe kishte marrë leksione të veçanta rehabilitimi. Vetëm pak njerëz e dinin për këtë sekret të tij. Ai donte t'i jepte një buzëqeshje të madhe gruas së tij të ardhshme. E dinte se ajo që po përpiqej të bënte do të ishte jashtëzakonisht e vështirë, por ishte i vendosur t'i bënte Kimit këtë surprizë të madhe. Për të, dashuria ishte ilaçi i vetëm që nevojitej. Në ditën e madhe, burri i fortë nga Teksasi ishte ulur në karrigen e tij me rrota. Pranë tij ishte prifti dhe pas tij qëndronin shokët e ngushtë. Ata prisnin me padurim momentin kur shpirti i tij binjak do të ecte drejt altarit.
Kur erdhi koha që Kim të ecte drejt altarit, krah për krah me tatin e saj, prifti kërkoi që të gjithë të ngriheshin për ta mirëpritur atë. Dhe në befasi për të gjithë, merrni me mend kush u ngrit gjithashtu. Po, ishte Ëndri. Pas më shumë se 13 vitesh, Kevin ishte përsëri në këmbë. Çfarë nuk bëjnë për dashurinë apo jo? Sa po Kim filloi të ecte drejt altarit, e gjithë salla u ngrit në këmbë, dhe ajo nuk mund ta besonte atë që po shihte. Megjithatë, lotët i rodhën në faqe, ndërsa pa Kevinin duke ecur ngadalë drejt saj. Ajo ishte e mahnitur nga ajo që po ndodhte para syve të saj, dhe madje lëvizi kokën për t'u siguruar që nuk ishte duke ëndërruar ose në ndonjë trans. Kim u trondit kur pa që ai mund të ngrihej dhe të ecte drejt të saj pa përdorur protezat e tij. Ata u përqafuan fort në një moment të paharrueshëm, pak para se të shkëmbenin betimet e tyre. Të ftuarit në dasmë duar trokitën dhe ndan këtë moment magjik me çiftin. Gruaja e posamartuar nuk mundi të fshikte emocionet e saj teksa burri i saj e përqafoi fort. Për Kevinin, e vetmja gjë që dëshironte ishte që dita e tyre dasmës të ishte dita më e bukur e jetës së Kimit, dhe ashtu ndodhi. Vetëm imagjinoni se si duhet të jetë ndjer ajo në atë moment. E pabesueshme apo jo? Përkushtimi dhe puna e palodhur e Kevinit bën që ai dhe dashuria e jetës së tij të martoheshin duke parë drejt në sy njëri tjetrin, në vend që njëri të shikonte poshtë ose të përkulej. Në festën e dasmës, ai ishte përsëri në karrigen e tij me rrota, dhe mënyra se si Kim e shikonte, ju mund ta kuptoni qartë se ky ishte dashuri e vërtetë. Pas ceremonisë emocionuese, festa e dasmës vazhdoi me gëzim dhe hare. Kim dhe Kevin ishin qendra e vëmendjes, jo vetëm për shkak të surprizës së pabesueshme, por edhe për energjinë dhe dashurinë që ndriçonte në atë ditë të veçantë. Teksa të ftuarit festonin, një moment tjetër i papritur ndodhi. Kevin mori mikrofonin dhe kërkoi vëmendjen e të gjithëve. Kim, tha ai me zë të emocionuar. Unë kam një tjetër surprizë për ty. Salla u qetësua. Kim e pa me habi dhe buzëqeshi, por në sytë e saj kishte një shkëlqim kurreshjeje dhe emocioni. Gjatë muajve të fundit, vazhdoi ai, kam punuar jo vetëm për të ecur drejt të teje në altar, por edhe për të bërë diçka që kam ëndërruar gjithmonë. Kevin tregoi nga ekrani i madh i sallës dhe befas një video nisi të shfaqej. Ishte një klip i xhiruar fshehurazi gjatë muajve të fundit. Në video, Kevin shihej duke stërvitur me terapistët e tij, duke bërë ushtrime të vështira, duke u rrëzuar e duke u ngritur përsëri. Një rrugëtim i vështirë, por i mbushur me shpresë dhe vendosshmëri. E gjithë kjo, tha ai, ndërsa videoja mbaroi, ishte për ty. Lotët rridhnin në fytyrën e Kimit, ndërsa ajo vrapoi për ta përqafuar. Ishte një moment që të gjithë do ta kujtonin për jetë. Pastaj muzika filloi dhe Kevin për herë të parë në kaq shumë vite kërceu me gruan e tij. Ishte një moment i paharrueshëm. Ajo natë do të mbetej përgjithmonë në kujtesën e tyre dhe të gjithë të ftuarve. Kjo histori nuk është thjesht për një martesë. Është një dëshmi e fuqisë së dashurisë, sakrificës dhe përkushtimit. Kevin dhe Kim na treguan se dashuria e vërtetë nuk njeh kufi dhe se kur ke dikë që të mbështet pa kushte, asgjë nuk është e pamundur. Çfarë mendoni ju për këtë histori të jashtëzakonshme?